Por, ka arsye me qenë keq. Se po shkel mbi çdo parim që mendoj unë që ai mund ta ketë pas njëri. Sepse nëse do kishte qenë në atë vibe-in e I'm in love, what is the problem? Where's the problem? Tash ai ka përgjegjësi moj. Nuk mund të shkoj kështu thjesht I'm in love, domethënë okay, patjetër pëlqejet shumë etj. Është në reality. Është një show as se ka një idem fare. Thoni, historia që unë e kuptoj çfarë krahason ti, po krahason nga njëherë me veten tënde, nuk është për të krahasuar me ty. Nuk është historia jote, ja? Ai kur më pyeti Arbana për këtë, thash që unë e kuptoj këtë për pjesën e djalit. E kuptoj. Unë kur nuk e jap mirë kuptimin tim, as nuk më intereson fare, nuk e shoh fare më. Fare, nuk e shoh më, për mua është një kështu një, madje kur e dëgjoj zërin kam kështu një po, unë e mirë kuptoj. Edhe më ka pëlqyer shumë që e ka thënë. Jo ai si person, do më pëlqente shumë çdo njeri që e thoshte, për shkak sepse edhe fëmijët duhen respektu. Po se s'bën. Okej? Se s'bën ne shumë gjëra i bëjmë për fëmijët, shumë sakrifica në marrëdhënie njerëzore i bëjmë për fëmijët dhe shumë të tjera që do dëshironim që do edhe jetën personale do lehtësonin, nuk i bëjmë se themi as e ndihet keq. Absolutisht po. Dhe unë mendoj që Indri është një, të them as emrin, në tilla raste, nuk du më ka ashtu fare, më ka shpif. Në tilla raste, unë mendoj, sepse unë e kam bërë atë eksperiencë vetë. Mendoj, sepse ne jemi në moshë tjetër, më kupton, unë për shembull të takoj një person që s'ka as fëmijë, s'ka qenë kur i martuar, moshën që kam, është pothuajse pa mundë. Është 1 milion po Kështu që në momentin që ti pranon të jesh me një partner të tillë bashk, ti e merr atë në paketë. Fëmin, por plus dhe një raport me ish partneren. Ti atë nuk e fshin dot me gomë. A më kupton? Ai është pjesë e jetës gjës. Që ti e. Ashtu si mbase në momentin kur fëmia është më i vogël, akoma më shumë, momentin që është më i madh, mbase akoma më pak. Mirë, po ti raportet edhe i krijon. Ti mund të krijosh një simpati dhe një miqësi me ish gruan, që ka qenë rasti im. Unë kam pas një raport shumë mirë me ish partnerin e partnerit tim. E kuptoj. Pse? Sepse në radhë parë një herë, ata ndanin prindërimin dhe unë isha pjesë e gjës. Do me thënë, kuptimin që ajo në fund të ditës, dhe për më kështë shumë e rëndësishme, ajo sillte fëmin e vetë, më të shtrenjtën e vetë, në pranin time. Ashtu si kurse edhe për shembull Mirko, nëse do bënte do të zyrtarizonte një marrëdhënie. Absolutisht që ai e ka thënë, unë do merr dhe mendimin tonë. Do marri mendimin tim sepse është vajza, por që ai deri tash patjetër në rregull, por në këtë rast pastaj edhe partneri që zgjidhet që edhe ai duhet të jetë pjesë e gjës që duhet të shkojë, duhet të jetë edhe i gatshëm. Unë kam qenë e gatshme që ai të jeton, sepse fëmia ka jetuar me ne. E di. Domethënë kam të qartë shumë si gjë. Domethënë e tjera është përgjegjësi shumë e madhe. Sepse ti me një partner të tillë nuk i mbyll dot më relatat me letër edhe me mesazhe. Jo. Jemi dakord? Jo. Po tash më kthej përgjigje ti mua thoni, nëse ti si persone dëshmon këtë pjesë karakteri pa filluar lidhje akoma, si mund të jem unë sa jo kërkon siguri? No. Ky duhet jetë faktikisht i pasigurt me ta. Për këta të dy. Për Vanesën edhe Indrin, po thua. Sepse ti je një person që ti i mbyllke mesazhet, marrëdhëniet me mesazhe. Vanesën. Ose me letra, duke dërguar. Nuk e kam mbyllur. Ajo tha këtë. Unë tha, për moment, domethënë, shiko, është edhe fair, për Vanesën, është e drejtë nga njëra anë që domethënë një lloj ajo donte të tregonte këtë që shkëputjen e kam bërë. Por
për më gjatë dhe më konkretisht, do më duhet ta flas jashtë, sepse është një gjë që nuk flitet dot me telefon o ti. E kuptoj. Dhe ajo e kishte në këtë pjesë, do më thënë që hapin e parë të shkëputjes së marrëdhënies, unë e kam bërë, sepse tash normale, se edhe Robi ka pak sedër, edhe plus edhe për respekt të partnerit që ka pasur, që edhe mos me ja ullë figurën këtu. Po partnerit që ka pasur nëse dim fare. Po pëse duhet me ditë? Po që taksirat ka i këtë të shofi e në televizion. Po pikërisht, po, ajo e ka bërë, i ka dalë situata. I ka dalë situata e ashtë kontrolit. Jo, nuk është e turpshme. Por mendimin tim po. Nuk është e turpshme. Kjo do të thotë që këta kanë pas krisje, sepse kjo të kishe qënë në një marrëdhënie solide, on botë si kishë ku mene, jo për Indrin. Jo, po më se një femra, një femër, unë, ideologjinë e femrës e një, femra kur është e dashurume nuk i bjen në përmen, me i ardhë më i miri, më i bukuri, më i pasuri, sepse ka atë mëndje. Ama një femër... Nuk është si mashkulli, që mashkulli e shef njënën një qik me trup më të bukur, edhe shëpa. Jam shumë dakord me ty, jam shumë dakord. Dhe unë mendoj që ata krisin e kanë pas. Unë jam atil, por, ama... Mendoj, më falë vetëm të mbaroj këtë, se unë mendoj që duke që nga i huaj, diferenca kulturës, diferenca ideologjive, tjere ka bërë krisit vogla në marrëdhënie, që kjo, kur ka ardhur këtu, dhe normalisht se ne dim, vlla, ne në fund ditës shqiptarët marrojnë për shqiptar, do më thënë shqiptarë për shqiptar, edhe ka që pikë marrojnë muhabeti. Neve veç me njënë tjetër në hajtë. Neve, okej. E vërdet është dhe kjo. Kemi, e dëshirojmë ato kulturën e të huajve, atë që janë mëndje hapur, që kanë këto gentilese tjere tjere. Po ne në fund ditës du me një gjumë me folë shqip. Kjo është pjesë e saj. është pjesë e saj që i takon asaj. Unë personalisht vetë vlerësoj shumë pjesën e ku një njeri tregon më shumë parim. E ka tregu parim. Por, asaj nuk ke se qa me i thunë këtë pikë. Pastaj mos arro, është shumë e re, zemër. është shumë e re. Dhe kjo mund të qëndroj. Me këtë gjë që thuti, këtu mund ta toleroja më shumë e pa. Është shumë e re, dhe se dim ne dhe ajo më të pas vetëm atë eksperiencë, edhe kur nuk ke eksperiencë, marrëdhënie... Pa, gjithsesi unë për shumë po të kështë qenë një person, le të themi, më me shumë eksperiencë, pse ma shumë pa e lëmë, unë do kësha pëlqy më shumë pjesën e karakterit, kësha të nëzisht puna, pa unë do të dalë të mbyllë njëra të gjënë atje timen, ne kemi ka. Po pa tjetër. Mu do më kështë të dhimë të shpirti, soni ta kësha pa burrin tim, ose dashurin tim, ose ku ta di unë qarë, ta shifja një realit që të përqafu me dikë tjetër, dhe unë t'isha jashtë, ta kupton? Dhe unë faktikisht, mund të kishim pas krisje, se krisje mund t'jetë për mu, po në basë së shpër atë, mu do më kështë të dhimë shpirti. Po pa tjetër. Mu do më kështë të fymë basë edhe në rrithën tim familjarë. Ti mos krahaso ato fluturat në barë që përjetojnë të rinjt, që janë më të rinjt ashtu, logjika është shumë pak në krahasim me emocione, sepse janë më vulnerabël. Unë në moshë, sa shumë, Vanessa 24? Ta shi e kuptoj. Pak më e madhe se Vanessa, pata të lidhjen time të parë solide, publike, tjere, po edhe unë sështë se kisha në një eksperiencë, kërë ja kam fut në top zdisha të uzi, e kisha edhe publike, edhe, do me thënë, ishe këshu, se dinim shumë mirë, do me thënë, se të rinjë, ndërkohë që për shembull, kur e kemi ridiskutuar në pas shumë viteve, shumë gjëra do të kishim bërë ndryshe. Sa vjeç kishen sa? 25. Kam vimet një të atë eksperienca, pra ndaj them që unë, mua nuk më pëlqen ndryshimi asaj në personazhi asaj, si e ka zhvillu personazhin e saj këtu. Mu ndoshta s'm ka pëlqy në fillim, s'mund të them që s'm ka pëlqy, po kam pas një distancim, ndërsa po ta njohësh. Mu në fillim ka pas pëlqy, kam pas shumë me te, personazhi asaj mënyrën se nuk më pëlqen tani fare, zero. Keni pas ato konfliktimet. Prap, ja kam thonë edhe Olës kemi që një moment, sepse me këtë kam pas mëson veshje, i kam thonë që në një moment po ta shoh që ky tallet me të, unë kam përqen ajo që s'dele jo i kur. Tallet me se më se afisë, nëse, ja kam thonë, do më të kuptimin e, por,
Skangela i për me bo, për qa për një reality, a i ka bo film, ka bo gjirime me Mel Gibsonin, e po i ha ti për një reality për me bo me u talë me i gocë, po jo, se nuk e bën. Soni, unë jam, më pëlqen shumë mënyra se si e sheti, unë e shoh pak ndryshe,